Mirëmëngjesi për të gjithë dëgjuesit e Radio Marisë së Kosovës dhe qoftë lavdëruar Jezu Krishti. Në këto momente ju ftojmë që të lutim së bashku lutjen e mëngjesit apo mëngjesorën. Sot është e kremte lindja e Shën Gjon Pagzuesit. O hy më eja në ndim. O Zot, shpejto të më ndihmosh. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash e për gjithmonë e jetës. Amen. Aleluja. Solemniteti i lindjes së Shën Gjon Pagzuesit. Himni. O shumë i lumtur nga shpërblimi i qiellit, që njoll nuk nje në pastri të bardhë si bora, banues shkretije e martiri pamposhtur, ndër profet më i madhi. 30 kurora zbukuroj një palë, fituar me fli ca të tjera 2 fishi. 3 herë 100 shumëzuar, prodhimi i tyre, ty i shenjtë të stolisin. Tash i pushtetshëm për merita të pasura, gurët e rënd të krarorit ton larg flaki, duke sheshuar udhën e vrazhd, drejtoj shtigjet plot leqe. Që autori mirë i botës të shëlbues, mendjeve të pastra nga zymti e goditur, drejt të dënjohet duke ardhur për të vënë hapa të shenjtë. Banorët e qiellit të madhërojnë me lavde, ty Zot i thjesht e baraz në 3 vet, edhe ne lutës të kërkojmë ty falje, mëshiro të shpërblyerit. Amen. Antifona par. Gjon është emri i tij. Lindja e tij do të jetë gëzim për shumë kënd. Psalmi 63. Shpirti i etshëm për hyin. O hy im jeti, qysh në agim të kërkoj. Ka etje për ty shpirti im, ty të dëshiron mi shim, si toka shkret, e that, e pa ujë. Kështu erdha në shenjtrorën tënde, për ta parë fuqinë tënde e lavdinë tënde, sepse më e mirë është dashuria jote se jeta, buzët e mia do të lavdërojnë. Kështu do të bekoj në jetën time, e në emrin tënd do t'i lartësoj duart e mia. Do të ngihem si në gosti të shkëlqyeshme, me buzë të hareshme, do të lavdëroj goja ime. Ty do të kujtoj edhe në shtratin tim, në përgjim natën do të mendoj për ty, sepse ti e bën ndihma ime, prandaj do të brohoras në hije në krahëve të tu. Shpirti im u mbështet në ty, e djathta jote më merr përdore. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. Si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Gjon është emri i tij, lindja e tij do të jetë gëzim për shumë kënd. Antifona 2. Do të ecë para Krishtit me shpirtin dhe fuqinë e Elis, që t'i përgatit Zotit një popull të shenjtë. Kënga Danielit profet kapitulli 3. Çdo krijesë le ta lavdëroj Zotin. Lavdërojeni hyjin ton të gjithë shërptorët e tij, e gjejmë tek libri i Zbulesës kapitulli 19 rreshti 5. Bekojeni të gjitha veprat e Zotit Zotin. Lëftojeni dhe madhërojeni në shekuj. Bekojeni engjëjt e Zotit Zotin. Bekojeni o qiej Zotin. Ujërat që jeni përmbi qiell, bekojeni Zotin. Të gjitha ju o fuqi, bekojeni Zotin. Diellë hën, bekojeni Zotin. Yjet e qiellit, bekojeni Zotin. Të gjitha shirat e vesa, bekojeni Zotin. Të gjitha ju o erëra, bekojeni Zotin. Zjarr e nxehtësi, bekojeni Zotin. Acar e vap, bekojeni Zotin. Vese brym, bekojeni Zotin. Akull e cegëm, bekojeni Zotin. Breshra bora, bekojeni Zotin. Net e ditë, bekojeni Zotin. Dritë e errësirë, bekojeni Zotin. Vetët ima e re, bekojeni Zotin. Toka e bekoft Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Bekojeni o male e kodra Zotin. Bekojeni Zotin të gjitha bimësitë e tokës. Dejtë e lumejnë, bekojeni Zotin. Bekojeni purimin Zotin. Përbindesh e gjithë shka lëvizën e ujëra, bekojeni Zotin. Të gjithë shpendët të qiellit, bekojeni Zotin. Kafshë të egra shtëpiake, bekojeni Zotin. Bitë e njeriut, bekojeni Zotin. Bekoje o Izrael Zotin. Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. Priftërinë të Zotit, bekojeni Zotin. Shërptorët e Zotit, bekojeni Zotin. Shpirtra e frymtë të drejtëve, bekojeni Zotin. Shenjtëre të përvujt në zemër, bekojeni Zotin. Anani, Azari, Misael,
bekojeni Zotin, Lëvdojeni e madhërojeni në shekuj. të bekojmë Atin e Birin e Shpirtin Shenjtë. Ta lëvdojmë e të madhërojmë në shekuj. I bekuar jeti o Zot në kupën qellore. I lavdishëm e i madhërueshëm në shekuj. Do të ecë para Krishtit, me shpirtin dhe fuqinë e Elis, që ti përgatit Zotit një popull të shenjtë. Antifona 3. E ti o foshnjë do të jesh profeti i Tejet Lartit, do të ecësh para Zotit për t'i bërë gati udhët e tia. Psalmi 149. Festa e miqve të Zotit. Këndoni Zotit një këngë të re, këndoni lavdi në mbledhjen e shejtrëve. Le t'i gëzohet Izraeli krijuesi të vet, bijtë e Sionit i brohorasin mbretit të vet. Le ta lavdërojnë emrin e tij në valle, le t'i bien në nder të tij tupanit e citarës, sepse Zoti kënaqet në popullin e vet, të përvujtët i nderon me shëlbim. Le të galdojnë të drejtët në lumturi, le të brohorasin nga shtrojat e veta, e paqin lavdinë e Zotit në gojë e shpatën dy teshë në dorë. Për të marrë shpagim mbi pagan, për të dhënë popujve ndëshkim, për t'i lidhur mbretërit e tyre në pranga, princat e tyre në zinxhir të hekurt. Për ta zbatuar mbi ta dënimin ka herë të shkruar. Ky është nder për të gjithë besnikët e tij. Lavdi Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë, Si ka qenë në fillim, ashtu tash e përgjithmonë e jetës. Amen. E ti o foshnjë do të jesh profet i Tejet Lartit, do të ecësh para Zotit për t'i bërë gati udhët e tia. Leximi i shkurtër nga libri Malakis profet, kapitulli 3, rreshtat 23 deri 24. Ja, unë do t'ju dërgoj profetin Eli para se të vi dita e Zotit, e madhe edhe e tmerrshme. Ai do ta kthej zemrën e etrëve, ka ftubit e zemrat e bijve, ka ertrit e tyre, që kur të vi të mos e godas vendin me mallkim. Përgjigje e shkurtër. I madh në sytë e Zotit do të jetë i mbushur me Shpirtin Shenjtë. I madh në sytë e Zotit do të jetë i mbushur me Shpirtin Shenjtë. Do t'i përgatit Krishtit një popull të gatshëm. Do të jetë i mbushur me Shpirtin Shenjtë. Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. I madh në sytë e Zotit do të jetë i mbushur me Shpirtin Shenjtë. Kënga ungjillore e Benediktus. Antifona. Zakaris ju kthyen fjalët dhe profetizoi duke thënë: Qoftë bekuar Zoti, hyj i Izraelit. Kënga Zakaris sipas Lukës ungjilltar, kapitulli i parë, Mesia dhe paralajmëruesi i tij. Qoftë bekuar Zoti, hyj i Izraelit. Që pa dhe e shpërbleu popullin e vet. Ai e ngriti shpëtimtarin ton, Në shtëpinë e Davidit, shërptorit të vet, sikurse premtoi ka herë, me gojë të profetëve të tij të shenjtë, se do të na shpëtoi prej armiqve tan, dhe prej dorës së të gjithë atyre që na urrejnë, se do të bëjë mirësinë që u premtoi etërve tan, e do t'i bjerë në mend veslidhja e tij e shenjtë, e betimi që bëri në të mirën e Abrahamit atit ton, se do të na e bëjë të mundshme t'i shërbejmë pa frikë, të çliruar nga duart e armikut. në shenjtëri e drejtësi para tij për çdo ditë të jetës sonë, E ti o djalosh, do të quhesh profet i të Tejet Lartit, sepse do të shkosh përpara Zotit për t'ia përgatitur udhët, për ta vënë në dieni popullin e tij, se hyj do ta shëlboj duke ja falur mëkatet e tija, në saje të zemrës së dashur të hyjit ton, që do të na e dërgojë në pasi prej qiellit diellin, për të shndërritur ata që gjenden në errësirë dhe në hijen e vdekjes. për t'i drejtuar hapat tanë në udhën e paqes, Lavdia Atit e Birit e Shpirtit Shenjtë. si ka qenë në fillim ashtu tash për gjithmonë e jetës. Amen. Zakaris ju kthyen fjalët dhe profetizoi duke thënë: Qoftë bekuar Zoti, hyj i Izraelit. Lutjet e besimtarve. Me besnikri t'ja drejtojmë lutjen Krishtit, i cili e dërgoi pararendësin Gjonin që t'i përgatit rrugën.
Dielli i drejtësisë eja dhe na ndriço. Krisht, ti bëre që Gjonin në krarorin Elizabetës të kërcej nga gëzimi, bëj që edhe ne për herë t'i gëzohemi ardhjes sate. Dielli i drejtësisë eja dhe na ndriço. Me fjalën dhe jetën e Gjon Paksusit na tregove rrugën e kthimit, na i kthe zemrat tona sipas urdhërimeve të mbretërisë sate. Dielli i drejtësisë eja dhe na ndriço. Deshe që një njeri t'ja shpallte ardhjen tënde njerëzve, dërgon në mbar botën kumtues të ungjillit tënd. Dielli i drejtësisë eja dhe na ndriço. Deshe që Gjoni të paksonte në lumin Jordan, që të plotësohej plani i hyjit, bëj që dhe ne të bashkëpunojmë në vendosjen e drejtësisë së mbretërisë sate. Dielli i drejtësisë eja dhe na ndriço. Aty ynë që je në qiell, u shenjë troftë emri yt, ardh mbretëria jote, u bëft vullnesa jote, si në qiell ashtu në tokë. Bukën tonë të përditshme na i jep sot, na i fal fajet tona, si i falim ne fajtorët tanë, e mos na lër të bijmë në tundim, por na liron nga i keqi. Amen. Të lutemi. O hy, ti e dërgove shëngjonin pakzues që ta përgatiste popullin për ardhjen e Mesis Zot. Dhuroja kishë sa të gëzimin shpirtëror dhe drejtoje shpirtin e të gjithë besimtarve, udhës së shëtbimit e të paqes. Në për Zotin ton Jezu Krishtin birin tënd, që më ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shejt hy, për të gjithë shekujt e shekujve. Amen. Ta bekojmë Zotin. Falenderojmë hyin. Të dashur dëgjues të Radio Marisë së Kosovës, kishit mundësinë të lusim së bashku lutjen e mëngjesit. Të gjithë besimtarve u urojmë në emër të stafit të Radio Marisë së Kosovës lindjen e Shëngjon Paksuesit. Kudo qofshi, qof lëvduar Jezu Krishti. Gjithmonë jetës.